Shikues të nderuar, unë jam Liberta Spahiu, kjo është intervista për prive, intervista gjatë sekondshë. Le taftojmë VIP-n me të çmuar vëllovin e zdikuna këngëtorin më të madh, Kalemin, hajde Kalem. Pa unë s'ma dënë. Atëherë, kjo është intervista gjatë sekondshë. Ju lutem prezantohuni. Mi më oma gjithë, unë jam Kalem Zeneli, janë orë ma bu një intervjist gjatë sekondshë. Shka dojnë të mvesën, unë jam i gatshëm me deklamu. Cik cak, prive. Kalem, kur keni puthur për herë të fundit? Kur, na familjarisht nuk puthum. A jeni i zhurmshëm në shtrat? Valloj, na familjarisht e na zhurmagji. Bile pi neve, pi krejt neve, baba pisket mas shumëti. Le që pisket për në vakt lojme, me bo një thmi, me bo kraj, jo që pisket për dhe rej pasha zutin. Kalem, kur ka qenë puthja jote e fundit, ose e para? Valloj, duket para 3 vjetë, nuk e di se jëm dol me i femën Prishtinës, edhe nuk i di kisha ka fi që të më ka shtit e qiftat, ke teresh po, sa s'më po. Burë, sa s'po shveke, u do kemi a lyp gojen me batari. Edhe po do kemë ruse pion që të tërkujnë për fuk, s'pa shesh e sen. Ha. Pa të e Cilo është vendi më i çuditshëm që keni bërë dashuri? Vendi më i çuditshëm që kena bërë dashuri në Plime. Shka kishe dasht me thonë pas vdekjes tënde? Kisha dasht me onë që kalemi gjallë të ko livretka. Prej kahit e keni periardhjen? Prej majmunit. Shka urreni me se shumëti? Ma shumëti e urreje në gujës. Cilat femra ju pëlqejnë? Manikenet. Ja, manikenet janë pliksta, leja të unë. Pliksta? Po. Hulla. Po. Edhe bicikla, hull, po. Cila është ushqimi juaj i preferuar? Ushqimi detit. Për shembull, Flinjat në plazh. Kalem për fund, a jeni dashuruar? Njit. Prive. Goce në Tiranë, goce në
Shikues të nderuar, unë jam Libertas Pahiu, kjo është intervista për prive, intervista gjatë sekondshë. Le taftojmë VIP-n me të çmuar vëllovin e zdikuna këngëtorin më të madh, Kalemin, hajde Kalem. Aha, pa unë s'madan. Atëherë, kjo është intervista gjatë sekondshë. Ju lutem prezantohuni. Mi më oma gjithë, unë jam Kalem Zeneli, janë orë ma bu një intervjist 60 sekundshë. Shka dojnë të mvesën, unë jam i gatshëm me deklamu. Cik cak, prive. Kalem, kur keni puthur për herë të fundit? Kur, na familjarisht nuk puthum. A jeni i zhurmshëm në shtrat? Valloj, na familjarisht e na zhurmagji. Bile pi neve, pi krejt neve, baba pisket mas shumëti. Le që pisket për në vakt lojme, me bo një thmi, me bo kraj, jo që pisket për dhe rej pasha zutin. Kalem, kur ka qenë puthja jote e fundit, ose e para? Valloj, ndoket para 3 vjetë, nuk e di se jëm dol me i femën Prishtinës, edhe nuk i di kisha ka fi që të më ka shtit e qiftat, ke teresh po, sa s'më po. Burë, sa s'po shveke, u do kemi a lyp gojen me batari. Edhe po do të kemë se pion që të tërkujnë për fuk, s'pa shesh në sen. Ha. Pa të jesë dhe? Cilo është vendi më i çuditshëm që keni bërë dashuri? Vendi më i çuditshëm që kena bërë dashuri në Plime. Shka kishe dasht me thonë pas vdekjes tënde? Kisha dorë me onë që kalemi gjallë të ko livretka. Prej kahit e keni periardhjen? Për e majmunit. Shka urreni me së shumti? Ma shumti e ureje në gujës. Cilat femra ju pëlqejnë? Manikenet. Ja, manikenet janë pliksta, leja të unë. Pliksta? Po. Hulla. Po. Edhe bicikla, hull, po. Cila është ushqimi juaj i preferuar? Ushqimi detit. Për shembull, Flinjat në plazh. Kalem për fund, a jeni dashuruar? Njit. Natën ju Prive.